formulë nuk është se e qartë, po normal. Jo, shko, ky është një shqetësim jo vetëm për demokratët, kjo është një shqetësim për shoqërinë shqiptare. Realisht është një shqetësim, sepse është forca më e madhe politike opozitare dhe siç u dëshmua, forcat e reja nuk kanë terren të madh pjellor për të rritur edhe për të marrë elektorat në mënyrë masive. Kështu që në një farë kuptimi është alternativa e vetme të paktën në gjykimin e deri tanishëm si ndaj qeverisë aktuale. Kështu që fati i saj lidhet me fatet e demokracisë dhe me fatin e vendit në tërësi. Dhe si e tillë kuptoj që gjithkush shqetësohet se çfarë mund të bëjë kjo forcë politike për ta kaluar këtë moment që është moment shumë i vështirë për historinë e saj. Unë personalisht mendoj që pa diskutim pas një zgjedhje, doktori ka thënë neni Basha, por ai nen duhet të zbatuar pa diskutim dhe nuk duhet filluar me jo më vodhi. Domethënë normalisht procese puritane në demokraci s'ka pas asnjëherë dhe s'ka për të pas asnjëherë. Edhe në Amerikë ka kontestime për të, por rezultati njihet, rezultati pranohet. Nuk jemi ne arbitrat e procesit, palët ka një arbitër, kur ndërkombëtarët ose OBE-u deri një zgjedhjet tjerë çepin gojën dhe reflektojnë brenda vetes për të përmirësuar veten e tyre dhe proceset politike. Kështu që normalisht unë mendoj që ka nevojë e djatha për një lloj konfederate të madhe, ka një lloj për një open call të madhe, për një thirrje për zgjim brenda djathës, për të faktorizuar të gjithë ato grupe interesi që qëndrojnë brenda, duke filluar edhe nga forcat ekzistuese politike si Agron Sheja e Fjala Vjen apo përfshir ato demokratët euroatlantike etj, pa patur në mend liderin, se kush është lideri. Le të mendojmë pra një lloj klubi ku të gjithë jemi të barabartë edhe ku krijojmë një lloj sinergjie ku shuma e këtyre pjesëve të jetë më e madhe se sa shumatorja, pra e tëra të jetë më e madhe se sa shuma e secilës prej këtyre pjesëve. Dhe kjo bëhet vetëm me frym, pra kur një aksion i tillë politik krijon një frym të re, të një konsolidimi të djathës mbi principe të shëndosha dhe ku prej së cilës pastaj prodhohet një leadership i ri. Unë mendoj që duhet prodhuar një leadership i ri, njerëzit duhet të provohen në mënyrë të ndershme brenda partisë në radhë parë, atë mos shkojmë nga pozitat e kryetarit apo sekretarit apo të qenit i doktorit apo të qenit i filanit i preferuarit dhe që përpasoj deformohet vullneti i njerëzve. Demokratët të thirren në kuvend për të zgjedhur realisht udhëhesin dhe liderin e tyre, i cili duke patur legitimitetin e demokratëve, do të jetë pastaj alternativa e besueshme dhe do të jetë faktori që mendoj mund t'i përbashkojë dhe mund të krijojë një lloj momentumi pozitiv edhe nga pjesa tjetër e shoqërisë për t'i dhënë një mbështetje opozitës nesër në zgjedhjet e ardhshme. Përndryshe nëse ne do rrim nga pozitat që ma ka fajin ky, ma ka fajin ai, kjo nuk zgjidh asnjë gjë. Kjo çon vetëm në degradim të mëtejshëm të mjedisit politik dhe të forcës politike dhe nuk mund të shërbejë më zgjidhje për askënd.